Vazhdojmë tani me përgatitjen. Fillimisht do ta bëjmë gati mbushjen. Në një em pak më të madhe dhe më të thellë, po shtoj një lugë gjelle me gjalp. Unë preferoj që në gatimet e mia të përdor gjalp bio, por gjithmonë mund ta përshtatni recetën sipas shijeve të juaja, ta përgatitni atë me vaj ose margarinë. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani të gjalpi i shkrir, shtojmë një qep të bërë imët në rende. Dhe vazhdojmë e fërgojmë vetëm qepën për 2-3 minuta derisa të fillon të zbutet pak. Tani vazhdojmë që të shtojmë brenda 500 gram mish viçi të bluar. Vazhdojmë tani fërgojmë edhe 2-3 minuta tjera derisa edhe mishi të fillon që të fërgohet bashkë me qepën. Pasi fërgohet mirë edhe mishi, tani vazhdojmë që t'i shtojmë brenda një lugë gjelle me pastë domate. Unë zakonisht përdor nga këto pasta që janë pak më të trasha, por nëse nuk keni si kjo, mund shtoni edhe pastë më të hollë domate, por atëherë do shtoni 2 deri në 3 lugë gjelle. Shtojmë kryp. Krypën mund ta shtoni sipas shijeve. Unë shtova një lugë gjys të vogël me kryp. 2 lugë të mesme me piper të kuq. Ndërsa për aromë dhe shije më të mirë, do të shtoj pak borzilok të thotë. Vazhdojmë tani përzjejmë mirë dhe vazhdojmë në zjarr vetëm edhe për 1 deri në 2 minuta, derisa salca të shkrihet dhe të lidhet me mishin. Mbushjen me mish e kemi gati, e largojmë anësh. Tani marrim një paketim me kaneloni. Një paketim është 250 gram dhe kanelonit duken kështu. Vazhdojmë tani që t'i mbushim me mishin që e përgatitëm. Për ta pasur më të lehtë mbushjen, marrim pak folje alumini dhe e bëjmë disa herë kështu, për t'ia dhënë kështu formën e një pjakeje të vogël. Mbushem me mish, e kam shtruar në një nylon kështu që përdorin për dekorime. Për shllak krem, marrim një kaneloni këtu dhe vazhdojmë e mbushim. Dhe kështu duken gjitha pasi kemi përfunduar me mbushjen. Për ta lehtësuar punën gjatë zjerjes, zakonisht në këtë receta duhet që të shtohet salcë bechamel, por unë do t'ju shtoj hopla, pra hopla përgjella, krem kuzhine, dikun në total 250 ml. Kjo paketimi që e kam në dorë është 500 ml, por do ta shtoj vetëm gjysën. Vazhdojmë shtojmë edhe 200 ml tjera me salcë domate, por nga këto salcat që janë më të holla. Tani marrim një lugë dhe përzijejmë kështu. Ndërsa sipër vazhdojmë që ta mbulojmë me kashkavall të bërë në rende. Kashkavall mund shtoni sipas shijeve të juaja, por unë preferoj që të shtoj pak më tepër kashkavall, sepse i jep më shumë shije, dhe në total do të shtoj dikon parafërsisht 200 gram. Sipër tepsi, vazhdojmë që ta mbulojmë me foli alumini dhe vazhdojmë tani që ta pjekim në furrë të parangrohur në 220 gradë, dikon parafërsisht 20 deri në 25 minuta. Kanelonit i kemi gati, sapo i kam larguar nga furra, do të lejoj që të ftofen dikon për 5 minuta dhe do të vazhdoj që t'i shërbej. 10 minutat e fundit e kam larguar folien që kashkavalli të shkrihet dhe të merr një ngjyrë më të bukur. Shpresoj se do t'i provoni edhe ju dhe do t'a gatuani këtë recetë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije për ta shijuar së bashku me familjen e juaj. Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.